mu më ka lajmëru kryetari i Çajirit Izzet Mexhiti, që du ta falenderoj ato që thotë që kufini do të jetë i hapur. Edhe kufini është i hapur për gjithë qytetarët shqiptar kush do të vinë në protestë sot. Nuk do të them që ndoshta mund të ketë dikush ndonjë ndenim komunikacion dhe të jetë në listë, po më rëndësishëm deri në këto momente kufini është i qetë. Po sa mbret në generalet e luftës të ushtrisë në Kosovës në Shkup, sheshin Skënderbej, isha mbi fe me ta. Dhe kufini është i qetë, qytetarët nuk e ka bërcuar shumë qetë, kontroll rutinë është pasoshi dhe driftimi, do të thotë nuk ka një kontroll e detyruar, si thojmë ne. Jo, vjen duke qenë shumë qetë, unë do të falenderoj gjithë ata iniciatorë që kanë iniciativën, kanë çu doganier shqiptar, edhe po gjithë shqiptar kanë në kufe. Kjo është suksesi më i madh, marrëveshja që është bën me gojë, jo me shkrim. Me gojë kemi bën marrëveshje, që nuk është mshërt, mu më ka lajmëru kryetari i Çajirit Izzet Mexhiti, që du ta falenderoj ato që thotë që kufini do të jetë i hapur. Edhe kufini është i hapur për gjithë qytetarët shqiptar kush do të vinë në protestë sot. Nuk do të them që ndoshta mund të ketë dikush ndonjë ndenim komunikacion dhe të jetë në listë, po më rëndësishëm deri në këto momente kufini është i qetë.